Me i tretë ku qëndron problemi? Problemi i tretë është që Kosova nuk ka bërë ndryshim tek akcizave të VSH-a. Dhe kjo lënë kuptu që edhe në emisionet e mëhershme kam deklaruar që Kosova do ta pret sfida të mëdha, sidomos të rritja e jetesës për qytetarët e Kosovës dhe çmimet e produkteve 2 muaj më parë, 3 muaj më parë që i kanë ble, aktualisht nuk mund të blej me çat çmim. Do të thonë vazhdimsi do të rritet. Edhe nëse përfundon lufta tash në Ukrainë, në lidhjen e mesme, përsëri që do të kemi vazhdimsi inflacion deri ka mesi i vitit tash. E qartë, kur jemi tek ky diskutim, zotri Misini, shqetësimi më i madh që kanë qytetarët e Kosovës del të jetë rritja e çmimeve bazuar dhe në një anketë të Institutit Demokratik Kombëtar, pra në pyetjet e tyre drejtuar edhe çështjeve politike, sigurisë, të tjera, më shumë të e kanë shqetësimin kryesor